Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar sërish lidhur me vrasjen e biznesmenit italian që jetonte dhe punonte prej vitesh në Shqipëri në biznesin e tullave Edoardo Sarçi. Në një postim në Facebook, Berisha shkruan se është ngritur një makineri e tërë shtetërore për mbrojtjen e vrasësit të biznesmenit italian. Sipas tij, kjo përpjekje është më e shumtuar se sa vetë krimi i kryer. Pas krimi është edhe më i shumtuar se krimi. Përpjekjet kriminale për të mbrojtur vrasësit e pushtetit, vrasësit e biznesmenit italian. Të dashur miq, një makineri e tërë shtetërore mashtrimi për të mbrojtur vrasësin e biznesmenit italian. Njëherë thuhet se ishte me 4 veta në makinë, njëherë tjetër shkruhet se ai mori një plumë në këmbë dhe vdiq nga hemorragjia, herë tjetër thuhet se mori një plumë në kokë. Klani Braçe, me gjithë dëshmitë kontradiktore të secilit prej tyre u la i lirë, madje ju kërkuan dje se i morën në pyetje. Tani mbetet të thuhet se i ndjeri vrau veten me një plumë në kokë dhe nuk e ka vrarë njëri, shkruan ndër të tjera Berisha. Biznesmeni italian u vra një ditë më parë në Tepelen, ndërsa ende nuk ka një autor të identifikuar nga policia.